Çfarë është e besueshme gjithmonë në elementin statistikës, sa është marzhi i gabimit në këto statistika, sa i besueshëm është burimi, sepse nëse ne do të krahasojmë CEO World me Forumin Ekonomik Botëror, shohim që kemi një përputhje shumë të mirë në rankimin dhe renditjen e tyre. Kështu që do ta merrsh çdo statistikë gjithmonë si një referues, por jo si një të dhënë vërtet ashiqare si të besueshme 100%. Dhe ka hije dyshimi lidhur me këtë. Personalisht do të kisha hije dyshimi në se ne nuk marrim të gjithë elementet dhe stratifikimin e duhur, pra se si bëhet, sepse nëse ne do të marrim në përgjithësi, si është pastaj raporti në zona urbane dhe zona rurale, se sa këto vajza dhe gra ndjen të sigurta të ecin në rrugë në një mjedis të caktuar, në një komunitet të caktuar, në një lagje të caktuar. Por jo vetëm për siguri në rrugë, edhe e fuqizimit të grave dhe vajzave, aksesi në punësim, në edukim, sepse ne kemi ende pagat e drejta dhe të barabarta. Eksakt, dhe mundësia nuk është vetëm te paga, sepse nëse marrin paga do thonë që okay, të gjithë kanë një nivel të caktuar dhe pozicionet e punës janë të njëjtë, por aksesi në këto vende pune, pra është ekuiteti. Pra për të rritur në karrierë, për të marrë një pozicion më të lartë. Por sidomos në zona rurale, ku ne sot e kësaj dite ende përballemi me raste ku vajzat dhe gra privohen nga drejta themelore, që është e drejta për arsimim. Kështu që përsëri çdo statistikë mund të merret si një referim, si një e dhënë që ne mundemi të adresohemi, por jo si diçka që ne duhet ta marrim 100% pa dyshim më të vogël, dhe se këtu gjithçka po lulëzon, gjithmonë ka vend për përmirësime. Patjetër që Voltiza mund ta tregojë edhe nga eksperienca e saj. Në kontakt përditshëm, edhe mënyrën se si ndihet si një grua e fuqizuar realisht, po sa sfiduese ka qenë gjithë kjo rrugë për ty? Rrugëtimi, gjithmonë për çdo vajzë dhe grua është një rrugëtim gjithmonë me pengesa. Nuk është asnjëherë kaq lisho, sa ne mund të themi që gjithçka është fush me lule dhe ti po s'do ke njësoj rezultatin në fund, pastaj nëse do ishte aq rrugë. Jo, as pak. Aq më tepër në qoftë se familje të ndryshme kanë një start të ndryshëm dhe çdo vajzë dhe grua ka një, le të themi, një shpejtësi të progresit të vet në hapa të ndryshëm dhe në shpejtësi të ndryshme. Por çfarë është më e rëndësishme është që të ketë mbështetje. Momente që nuk ka mbështetje, kjo vajzë apo kjo grua gjithmonë do të ndihet e pasigurt, do ndihet e pasigurt në rrugë, do ndihet e pasigurt në vendin e punës, ashtu siç kemi pasur edhe raste denoncimi për ngacmime në vendin e punës, por do ndihet e pasigurt edhe për të ardhmen e vet në elementet e të ardhurave, në elementin e ku e sheh rritjen në karrierë, edhe elemente tjerë që kanë të bëjnë pastaj qoftë brenda familjes apo jashtë familjes. Dhe mbi të gjitha, ashtu siç e përmenda edhe pak më parë, është disniveli, zonë urbane, zonë rurale apo suburbane, të cilat ne shohim që vajzat dhe gratë, pavarësisht se si mund të jetë përvoja e suksesshme personale e një personi të vetëm, askush nuk mund të thotë që gjithçka për mua ka qenë kaq e lehtë. Asgjë nuk është e lehtë, por mbi të gjitha kur nuk kemi mbështetje, dhe nëse mbështetja nuk vjen si nga vajzat që mbështesin vajzat apo gratë që mbështesin gratë, ashtu edhe nga gjinia tjetër, atëherë çfarë do të presim? Por mbi të gjitha, sepse shpesh diskutoj me kolegët apo me mikeshat tona që pse është kaq e rrallë që vajzat dhe gratë mbështesin njëra tjetrën. Pse është kaq e rrallë? Është në fakt çike çuditshme dhe psikologjia e njeriu, ndoshta psikologja mundet edhe ta shprehi edhe më mirë këtë element, por individi vet ka ato pjesën e konkurrencës midis njëri tjetrit. Por këtu dua ti bëj një thirrje vajzave dhe grave që duhet të jeni pak më mendje hapur. Nuk ju rrezikohet ai pozicioni punës, ai progres nga vajzat dhe gratë e tjera. Ju rrezikohet nga barriera brenda mendjes dhe nga ato fizike të tjerat pastaj. Por mbështetja ndaj njëra tjetrës është gjithmonë ajo çfarë na jep një shtys, sepse na motivon pikë së pari dhe jo të nisemi nga disa që e arriti dikush, atëherë do ta arris dhe unë. Jo, është një element që duhet na motivojë dhe jo të na nxjisi si një, le të themi, element konkurrence midis njëra tjetrës. Por ndërkohë për vajzat dhe gratë e reja që shoh për ditë të punoj qoftë në mjedisin e punës në organizatën time Amad, qoftë edhe në elemente të tjerë institucional,
Dhe mjediset e tjera është që vajzat dhe gratë nëse nuk kanë, le të themi, dyert e hapura dhe të shohin që ku trokasin janë të vlerësuar në bazë të meritokracisë dhe aftësive dhe shkatësive të tyre dhe jo të shikohen në qoftë se i ke flokët e bukura apo si ke flokët e bukura. Këto element janë ende që duhet të adresohen si jo të pëlqyeshme në qasjen që këto vajzë dhe gra kanë dhe përballen çdo ditë. Ndaj dhe një sër elementësh të tjerë, për shembull dhe bota e showbizit promovon më shumë figura femërore, vajza dhe gra, të cilat bëhen objekt të seksizmit apo edhe të një gjuhë jo të përshtatshme. Dhe në qoftë se ne në normalitetin ton, ashtu siç promovohet më së shumti, qoftë nga ndikuesit në rrjetet sociale apo edhe në media tradicionale, që vajzat dhe gratë nuk janë në një stad të cilët promovojnë modele të suksesshme, të cilat shfaqin profesionalizmin, altruizmin e tyre dhe mbi të gjitha nevojën për të sjellë ndryshimin në shoqëri, sepse çfarë kemi si mision të përgjithshëm si njerëzim? Progresin, qoftë ai në elementin njerëzor të vlerave sociale, qofshin të vlerave të digitalizimit apo shërbimeve të tjera. Dhe nëse ne nuk i sjellim këto element pozitiv, por sjellim një showbiz apo një modele të cilat normalizojnë përdorimin e vajzave dhe grave vetëm si një figurë objekt shfrytëzimi apo objekt, adhurimi në pamje, patjetër pse jo? Sepse pamja e vajzave dhe grave patjetër që është e bukur dhe duhet të adhurojnë këtë gjë. Por jo gjithçka, vlerat e saj të ngelen vetëm aty. Por në vajzat dhe gratë sot është për të përgëzuar dëshira dhe këmbgulja e tyre, për mos të dorëzuar kurrë pavarësisht barrierave që kanë, pavarësisht atyre momenteve të mizogjinisë, narrative të mizogjinisë, por ato këmbgulen dhe këmbgulja, qofshin vajzat vogla, qofshin edhe gratë të cilat edhe pasi kanë qenë pjesë e disa sprovave, përsëri nuk janë dorëzuar. Kur kemi pasur raste të grave të cilat kanë qenë objekt i dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore dhe përsëri kanë këmbgulur, ja kanë dalë mban, kanë rritur fëmijët, edhe kanë vijuar karrierën e tyre të suksesit. Duke dalë mban, patjetër që ndonjë mbështetje të familjes sepse vetëm nuk ja dilet dhe gjithmonë i bëj thirrje familjarëve të këtyre vajzave dhe grave që të jenë aty për to, qoftë edhe me një fjalë, qoftë edhe me një veprim, apo sidomos mamave, nënave, sigurisht që një ndihmë është gjithmonë e mirëseardhur. Por raste të tilla unë i përgëzoj shumë vajza dhe gra të cilat nuk dorëzohen, thyen stereotipet gjinore, por edhe tregojnë që mund t'ja dalin në shkencë, mund t'ja dalin në art, mund t'ja dalin në ekonomi e gjithçka mundet. Ndërsimi nuk është opsion në këtë rast. Absolutisht jo. Edhe qenia njerëzore në vetvete, pra, për mos të kryer tani një diskriminim indirekt ndaj gjinive të tjera. Është që vërtet qenia njerëzore është e programuar si e tillë për të sjellë ndryshim dhe për të mësuar nga brezat e mëparshëm, qofshin ato të mira apo të këqija, dhe për të bërë pastaj atë ndryshimin në shoqëri dhe çfarë mundet ato të sjellë. Por mbi të gjitha thash që për mua është e rëndësishme të kemi individ të suksesshëm dhe duhet të shohim që individi në vetvete duhet fuqizuar. Dhe nuk duam ta bëjmë këtë diskriminimin ndaj burrave, absolutisht. Absolutisht, sepse gjithkush është një qenie që lind me të drejta të barabarta dhe gjithkush ka të drejtë t'i gëzoj këto të drejta të barabarta, pavarësisht gjinisë, moshës, racës e gjithë elementeve të tjerë që mund të bëhen bazë e diskriminimit në momente të ndryshme. Barazia gjinore promovohet duke thyer stereotipet pikë së pari, duke gëzuar të drejtat mbi të gjitha, edhe gjithkush duke u trajtuar në bazë të parimit të ekuitetit, pra mundësive të barabarta për të aksesuar çfarëdo lloj mjedisi apo mundësie për punësim apo dhe sigurie. Po njësoj në të dyja gjinit. Pra në qoftë se sipas statit, ne 1 në 2 femra kanë deklaruar, pra vajza dhe gra, kanë deklaruar që janë bërë objekt i dhunës, pra kanë përjetuar dhunë në familje, atëherë ne shohim që pritë se siguria nuk ka të bëj vetëm në rrugë, se sa të sigur ndihen në rrugë, por edhe në mjediset e tjerë dhe mikromjediset e tjerë.